محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Falënderimet të takojnë Allahut të madhruar, dhe falenderojmë për këtë ndihmë dhe falë kërkojmë atë që udhëzon Allahu nuk ka kush që e humbë, dhe atë që Allahu e lënë humbje nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Të nderuar vëllezër, Allahu i madhruar ka dhënë thirrje që jetën me shfrytëzu si mundësi të rëndësishme dhe serioze, ashtu edhe çysh është. Realisht, çdo moment i jetës tonë kalon, edhe kur kalon pa kthim, nuk kemi mundësi me e kthy mbrapa, ndërsa me kalimin e kohës ne ikën edhe mundësia për me e komercializu, për me e shfrytëzu, për me e kthy në një përfitim i cili nuk është thjesht vetëm përfitim, por është diçka për cilën kemi nevojë. Në jetën e përtejme, Allah i madhruar na paralajmëron që dalim të përgatitëm. Ja ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. O ju që keni besu, keni frikë Allahun dhe secili vetë shikoj çka ka përgatitur për nesër. Ajo nesër mja është pra jeta e përtejme. Dhe ne do të dalim për Allah fuqiplot me bagazhin që e kemi përgatitur, që e kemi blerë, që e kemi kurgu në jetën tonë të kësaj bote, dhe pavarësisht që do të qelet, do të hapet të gjitha pere, edhe të gjitha gjëra të cilat i kemi besu, po si kemi pa në dunja, tash, derisa jemi të folë e të jetu, besojmë në ato që Allah i madhruar në ka mësu edhe në ka treguar, në ka paralajmëru, nuk i kemi pa. Kur do dalim para Allah fuqiplot, do t'i shohim, do të bindemi, do të largohen të gjitha dilemat, sigurisht se do të kemi dëshirë me u kthy edhe një herë dhe me thonë, sigur ta kisha edhe një mundësi, kisha një abo kështu edhe kështu, mirë po nuk ka mundësi kthimi. Për këtë arsye, Allah i madhruar në këtë mënyrë, kaq mirë dhe kaq përgëllëse, na paralajmëron edhe na këshillon, edhe na urdhëron, për arsye se ka autoritetin ai Zotit gjithësisë, që ne të përgatitemi për ditën e nesërme. Secili njeri që lind, secili njeri i cili ka kriju Allahu fuqiplot, ka mision në këtë jetë. Ai misioni kryesor, bazik është وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Gjinët dhe njerëzit nuk i kam kriju, thotë Allahu fuqiplot, për tjetër veç se të më adhurojnë. Të më adhurojnë, do të thotë ta njohin Allahu fuqiplot, edhe ta jetojnë jetën sipas një udhëzimi të cilin Allahu e ka autoritetin me e parashiku, me e bo, me e zbrit, me e shpall. Mja u kërku njerëzve që ta respektojnë. Allahu është Zotë, e ka autoritetin me nga tregu që do të me jetu na. Edhe kur e ka autoritetin, e ka edhe zotësin për me qenë në të bindun që Allah po e kërkon një gjokë për e neve, nuk po e kërkon për vetën e ti, po e kërkon për neve. Se Allah nuk po e të ma zotë se ashtë, edhe për ne e adhurojnë, nuk po e të ma pak zotë se ashtë, edhe për njerëzit refuzojnë të adhurojnë. Jemi na ata që përfitojmë, edhe për këtë arsye ai projekti madhor i ekzistencës tonë është njohja e Allahut fuqiplot, respektivisht jetumet sipas atyre mësimeve që Allahu i gjithdijshëm i ka paraqo për neve, për thirrjen edhe për dobinë tonë. Për te i kësaj, Allahu i madhruar ka tregu se njerëzit me gjitha të nuk janë të gjithë të njëjtë. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. E pastaj ne librin në Aran në trashëgim robërve tanë, të cilët i përzgjatë. Allahu ju ka dhënë libër, ju ka dhënë udhëzim, ju ka dhënë pejgamber njerëzve, po jo të gjithë njerëzit janë përgjigj njëjtë, jo të gjithë njerëzit kanë reagu njëjtë. Thotë fëmin humdhani unë një nefsi. Ka prej njerëzve që i kanë bo zullon vetvetes. Në kur e përdorim fjallën zullonqarë, nuk ka zullonqarë më të madhë se sa i cili i bërë zullon vetvetes.
E zullumi vetë vetës nuk është me godit vetën, me gërdu vetën, me po kështu, por çdo gjyna që e bën njeri, edhe çdo shmangje për rrugës Allah fuqiklo, edhe çdo shpërfillje të urdhëve të tij, edhe çdo mungesë respekti për kufizimet e tij, është zullum ndaj vetë vetës. E këtu hyjnë edhe ato zullumet që njeriu ja bën dikujt tjetër. Feminhum zalimun li nafsi, pra zullum vetë vetës i bën ai njeri i cili nuk zgjedh që jetën me e jetu me seriozitet. E asgjë nuk na ofron seriozitet ma shumë se sa ajo që na mëson Allahu fuqiplot nëpërmjet Kuranit, edhe nëpërmjet mësimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, ka të tillë që këtë seriozitet e shpërfillin. Feminhum zalimun li nafsi, këta i bojnë keq vetës. Po minhum muqtasid, edhe ka të atyre që janë në sabar, realisht mundohet me kom korrekt, por nuk është shumë i shqumë në aktivitet. I kryen obligimet përballë prej pagesave edhe që ato e ka limitin. O minhum sabiqun bil khairati bi'idhnillah, ama ka prej tyre edhe të atill që aty ku është mirësia ata i gjenë. Edhe nuk i gjenë thjesht në fund të kolonës, po i gjenë në fillim fare, në nxitim shkojnë ka mirësia. Sabiqun bil khairat, është ai njeri i cili ku dëgjon se ka mirë, ai mundohet që aty me mërë. Ku dëgjon se do të bëjë një punë mirë, ai mundohet me qenë prej të parëve i cili synon me e dhënë kontributin. Tash kjo na jep me kuptu në bazë se krahas atij misionit bazik që kemi me adhuru Allahun. Na mundëm me zgjedh, kemi hapësirë me zgjedh që secili prej neve me pas një projekt jetësor. Ai projekti jetësor nuk është patjetër me konë me farë projekti kush e disa i madh, që ka njerëz projekte të mëdha dhe punë të mëdha që hyjnë historinë gjithsesi, edhe ne njerëzit e ato, po aty i rakmi atyne për punët që kanë po, për kontributin që kanë dhënë, për dobit që kanë po njerëzit prej tyne, duke qenë se kur është pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush është njeriu më i mirë, kush është njeriu që Zoti e ka më shumë të çka ka thënë. Ka thënë anfa'uhum lin-nas, ai i cili mas tepër ja shohin fajin e njerëzve. Dhe ne lakmojmë me kon të tillë, por mundesh me kon i dobishëm edhe me punë thjeshta. Për shembull, e kemi një sahabi, këtë sahabe që i kon dobishëm dhe të mirë, po o kon prej tyre e Buhariu radiallahu anhu, i cili as ka qenë pasunik sikur Ebu Bekri, as ka qenë strateg luftar sikur Khalid ibn Walidi, as ka qenë me thonë asgjën sikur Omeri, ose sikur Aliu, radiallahu anhu, po ai e ka gjetë vetëm të një punë që sot na, mos 15 shekujve, ja shohim hajrën. Dhe Buhariu o kon një miskin, një fukara, një ingrat, i cili atë shtëpi ka pas, mirë po i ka shku mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ma shosu me to, ka nejt me to, e kanë dëgju. Edhe këtë fjallë që e kanë dëgju për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allah ja ka mundësu me i bajtë në me. Edhe është prej atyre që kanë transmetu ma shumë të hadithe, në sot kur dëgjojmë hadithe, kur dëgjojmë hadithe, e Buharius bashkëmangshëm në del për para edhe një zepon lukë në themi qoftë Allah i knaqëm me ne. E ka gjithë vetëm që aty, e ka mundësi edhe ka realizu një projekt. Ka raste edhe ma të thjeshta. Ka qenë një gru e vjetër në moshë, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bile disa versione të transmetimit që ndratët ka qenë me ngjyrë. Ka qenë zezake, nuk e bën ma pak të vlefshme, po njerëzit nga njerë kanë prire me vlerësu njerëzit, me vlerësu tjetë si pas dukjes. Nuk është në rregull kjo, po du me thonë sa mund me qenë i balanceshëm sytë e njerëzve dikush, po te ka ba me qenë një ma. Ajo gruja e moshume, ajo s'ka qenë që ka mujtë, as me financur në i projekt në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, as me bu në i punë të madhe, as me mësu t'i kona së shumë e radhë, mirë po e ka gjetë vetëm të një punë e thjeshtë. Për shkruat për një fjeri të shkurtër, thot kanë të komë për në mesgjide, fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajo gru, kur ka bërë gjemati për xhamisë, i ka mërë në betorinat, në një betje, në një shqipër, në një diska, që ka bërë njerëzit pafshimë. Gjithkun këtë do, edhe të ne, do të nga e fonim gjëmonë, kur dojmë na, ka dikush që kujdesën me e regullu, ato që ani pse pak e kemi së regullu na. Ajo e ka gjithë vetën që aty
edhe I kam blerë mbretërina prej xhamisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka pasur xhami. Me çfarë është njoft? As emri si ka di, as shafisi I ka taku, as transmetime sot të ofon për njën, për përse me që të përshkrej. Edhe të veçin se ka qenë mosha I natë të vdes natën, sahabët e marrin, e përgatitin, e pastrojnë, që finasin, e varrosin, e falin xhenazën, këtë që shë rritë në regullat, por nuk I bojnë zopë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe për një potë shkurt pejgamberi alaihi salatu wasalam, kushta I gruja, kushta I plaka që fshikë xhamin, I thanë, Ollaj e Rasulullah ka vdek, para ka zdetash, e kemi përcjell, e kemi kudo s'ka me shmango, se s'u kemi baza, edhe ka shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe njëherë ka thonë tregon një kujt kemi marros, të shkoj edhe t'ja fali xhenazën. Edhe ka shku edhe njëherë t'ja ka fali xhenazën aty, që s'ka ndodhur në historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe njëherë një veprim I këtij. Pse ka dashur pejgamberi alaihi salatu wasalam me tregun njerëzve se një punë të cilën e bën, sado që në sytë nuk mundet me u duk e vogël, kontribut I pak, megjithatë shoqëria kontribut do të më vlerësu. Edhe në krye të shoqërisë pejgamberi alaihi salatu wasalam ka vlerësu, edhe unë shpresoj që me këtë veprim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përveç që na ka mësuar se punëve të mira do të mirë gati. Sado që na duken të vogla, unë mendoj se ajo është edhe një konfirmim se atë vepër edhe atë punë Allah I madhuar asoj gruaje ja ka pranuar. Ka qenë njeri tash e përshkruan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në atë që Allah e ka mësuar. Allah e din se ku ka ecur njeri, por kryesorja I ka dhënë Allahu pasurinë edhe ka qenë zemërgjon. Pasunik zemërgjani ata të cilët I bëjnë mirë tjerëve, pamjërësia është duke ju dhuru, ose duke ju dhënë hua. Edhe huaja është pamjërësi e madhe. Edhe ka qenë zemërgjani kush ka me I mirë hua, kimi në gjemë që ka shpare për tja, për një mund, për një mund, a ju ka dhamë. Kur ka orë da fati me shku I marë, I ka thonë djallit vetë, I ka thonë shkot e filoni se e ka sot të madhe. Edhe këtë, a I ki parë me I këfy. Nëse thot jo, dhe si ku bot tanat, merja që të shka se në keqë. Atë tjera të fuj, nëse s'mune shku I bo, keqë mësi ba të farë të kofshë. I thënë djarët të vetë kështo, për cilja për zhrion, thëtë fuj farë të kofshën, thëtë më e birë, do shta Allah më afra neve. Ka po shpërit, thënë, I ki vada, a I ke po parë të po parë. A I tjetër, a I ke po vada, I ke po gjysën, a me atë tjera, vada e atë tjera t'i bëj për një anë, drejko, jo në së një bëjë, farë të kofshën. Qështu kom praktika e këtij burit deri sa ka vdek. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka vdek ka thënë për Allah dhe Allah e ka pyetur atë robi jam. S'po ta qeni rezistër e keq, kallëzana ke punë punë të mirë në herë jetën tonë. Thot kjo zot vallai kur jetën tam punë të mira diçka s'kam bërë që ka parë në burrë, në kërë në para teje. Për ku pas resti shprehi, kur e ku bën po thonë në vit flash mirë, mos kush për thy. Farë të kofshën, dërsa Zotë më farë në mund, Allah më thonë, kur ti shpreson dërsa Zotë më farë në mund, unë e zëtë qyshë farë. Edhe Allah e madhuar me ka farë si bas përshmine për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po du me thonë dhe në vazën, se cili për ideve, ka mundësi me jetën e vetë, me po punë të mija, me po punë të atila të cilat edhe pas vdekjes ka me e majtë të gjallë. Se po flosim da për këta njerë që ka jetu para 1-5 vjetëve. Vesh për shkak se vepra e tyre, lavdia e vepra e tyre të mira, I mban gjallë ata në kujtesën dorë, në kujtesën e miliona muslimanëve. Pra, njeriu nuk vlerësohet as sa gjatë ka jetu, as sa ka pas, as sa ka I fuqishëm, as sa ka I pushtetshëm. Njeriu vlerësohet sa ka bërë mirë. Edhe nëse ka bërë mirë, ai nuk vdes përfundimisht me vdekjen fizike. E di atë shprehjen popullore, kur shkojnë me pyet për dikën, a ka vdek me ka krejt. Pa vdek s'ki viçare, apo për me vdek me ka krejt, ose mos me vdek me ka krejt, mundën mos me jalu vetës që ta. E len një punëtare, e len një evlat të mirë të të punë, I cili ka me u lutë për ty, po dhe cili kërëshojnë halë, ka me morera me s'kirti I pasë, se edhe babën e ka pasë. E mendoj se kemi shumë hapësirë dhe kemi shumë mundësi edhe në këtë asnjë punë me në vlerësu me thonë çka është punë, kjo është punë e vogël, ja s'ka punë të vogël. Punë çdo punë me bën shpërblimin, e Allahu kur shpërblen, Allahu mund të
pak. Allah i madhuar në udhëzoft dhe në mundësoft, marrë në të qoftë, edhe sa të qoftë, në boftë për atyre të cilët e kuptojnë jetën seriozisht, ja gjenë vetës një projekt caktuar jetësor me cilin kanë nuk identifiku, edhe vazhdojnë në konform për nëmësisë sa Allah, e thënë këtë që të gjua dhe kërkej falë dhe Allah për vetën për ju, nda ju kërkojnë falë sa Allah falë dhe shemë. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Munat se cili për i neve me gjithë vetën dikon, munat me gjithë vetën ka 2-3 me shoshi. Në një hereki me shok e thotë e kam një punë, po du me po vetë s'po moj, hajde me bojmë bashkë. Edhe nuk kam ma mirë se sa cili do për i neve me u identifiku në punë të hajre dhe në punë të mira, shfare do të shofshin ato. Edhe ne, si besimtar, edhe e kuptojmë, edhe e përjetojmë kanë shumë për e shohim dikendi i cili është i njoftër si bameras. Jo bameras vesh në kuptimin në ngushtë, vesh një bo mirë njerëzve materialisht, po bameras se i qelë punë të hajre, bameras se i pariton njerëzve, bameras se u thot njerëzve fjallë të mira, bameras se shkon për cilët e gjenasës, shkon me i pa dhe me i ngushtu njerëzit për kanë fatjetësi, e kështu me radhë, po i përmendjeve se shemboj mirë pa ato s'mundu me i përmend gjitha se për një men, Allah i madhuar punë të përfitimit i ka bot shumë ta. Rrugë të përfitimit i ka bot të panumër ta, e në këtë aspekt e kemi bërgjë me stjerash, edhe me bashkëpunu në vetë, edhe me ndërvepru, edhe me u konsultu, edhe me propozu, edhe me u ndihmu. Madje, Allah i madhuar ka leju disa gjana, ose kanë citë disa gjana cilët e ndonë nuk janë shumë etike, për shembull përshpëritja. Me kom 3-4 vetë të nejtë është një aty që aty po flasin në vesh, nuk është etike, nuk është e mirë, nuk është e rejtë. Mirë po, Allah i madhuar që ato fjellë me kërtejë. Thot la khera fi këthirin në gjuahum, illa men emër bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bejnë nas. Thot shumica aty me përshpëritjeve mes njerëzve, aty me bisedave, hanash, që ti ngëllojë sikur të shakeqe, shumica e tyre nuk janë të mira, s'ka hajën to. Përveç nëse dy njerëz flasin edhe përshpëritin, ose komunikojnë në një rreth të ngushtë, për me onë sadaka, ose për me bërë punë të mira, ose për me bërë pajtim mes njerëzve. Edhe kjo është shembull, nuk është kufizimi në shkryje veprave. Po çdo hajër që punosh me bërë, e duhesh me folën për t'i pranë, ti qesë në dorë filane. A ti ndihmoj filane kesh një hall, a shkojmë mundohemi me asgjë atë problem e kështu me radhë. Kjo është padyshim mirësi e madhe, e prapë po them këto janë vetëm shembuj, ndoshta mundësitë janë të pranuara ata, Allah na udhëzoft ka ajo që është më e mirë. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka fil 'alamin Hamidum Majid. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فرد سوءه وكيده ولا نحمده واشره بنفسه واجعل تدبيره وتدميره يا رب العالمين. اللهم رد على المسلمين جميعا بالاسلام ردا جميلا. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكاها خير من زكاها انت وليها ومولاها. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واخر الشهر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.